doja të jepja forcë femrave. Momenti më i vështirë ka qenë herën e dytë kur zbulova tumorin e dytë. Më thash që nuk ke shumë shanse në operimi. Sikur pash vdekjen para meje. Mua më ka ndryshuar shumë mënyra se si e shikoj jetën. Mami doja dalësh, mami bëhe forcë. Më jep shumë kurajo. Më jep shumë kurajo. Më jep shumë kurajo. Rovena, përshëndetje, mirë se erdhe në Bordeaux. Mirë që gjeta. Si mësove fillimisht për sëmundjen tënde? Në fillim ishte si ankth, unë visja shumë pesh, nuk flija gjumë, ja lash fajin depresionit, mendova se rash në depresion. Pastaj filluan çrregullimet e ciklos, menstruacioneve, lash vetëm vazhdore deri në pikën e hemorragjisë. Personin i parë me të cilin fole për këtë gjë? Familja, motra. Motra ime vogël, u shpreha atë pastaj të gjithë, edhe djali. Si të lindi guximi për të ndarë publikisht historinë tënde? Si më lindi guximi. Unë kam që 6 vjeç që jam në rrjetet sociale, në TikTok më saktë, edhe në Instagram. Më lindi guximi sepse doja edhe të jepja forcë femrave të tjera që janë në këtë situacion. Cili ka qenë momenti më i vështirë për ty gjatë kësaj lufte dhe si e ke kaluar? Momenti më i vështirë mund të them ka qenë herën e dytë kur zbulova tumorin e dytë tani, sepse doktoresha më tha që nuk ke shumë shanse, domethënë operimi ose ku ta di unë. Është sikur pash vdekjen para meje. A ka pasur një moment kur ke dashur të dorëzohesh? Po. Çfarë të ka mbajtur të fortë? Djali. Djali normalisht edhe e familja. Sepse nuk është e lehtë të përballesh me një sëmundje të tillë. Si ka qenë reagimi i familjes, shoqërisë? I familjes, le të themi, shumë keq. Janë shumë të lënduar, edhe unë i shikoj pavarësisht se ato mua nuk ma shprehin, por janë shumë të prekur, shumë të lënduar në të momente. Sa e rëndësishme për ty ka qenë mbështetja e ndjekësve në rrjetet sociale? Shumë, jashtëmase, sepse siç e thash është kanceri i dytë. Kjo që kam unë, brenda vitit jam përballur me 2 kancre, një të qafa e mitrës, tjetra në mëlçi. Më kanë mbështetur jashtëmase shumë njerëzit në TikTok, më kanë dhënë një ndihmë shumë të madhe, sepse nga ana ekonomike isha dhe jam keq, sepse pa punë, normalisht jetoj vetëm, faturat e gjitha, nuk është e lehtë. Kur njeriu kalon vështirësi të tilla, sidomos të aspektit shëndetësor, çfarë ka të arsyepson në vetvete? Mua më ka ndryshuar shumë mënyra, domethënë, unë si Roven kam ndryshuar shumë në këto momente, mënyra se si shikoj njerëzit, mënyra se si e shikoj jetën. A ka ndonjë mesazh që do doje t'u përcjellje njerëzve që përballen me këtë sëmundje? Po. Do doja t'i thoja që ne jemi të forta, nuk duhet të dorëzohemi kurrë, pavarësisht çdo gjëje. Unë jam këtu, jam e fortë, kështu që dua që edhe ju të jeni të fortë si mua. Çfarë planifikon për të ardhmen? Shëndet të plotë. Ajo është më rëndësishmja për mua, shëndet të plotë, edhe të kem mirë djalin, tjerat, rregulluar. Djali është gjithmonë në videot e tua.
Po. Si e ke menaxhuar këtë situatë, ke shpjeguar? Më ka ndihmuar shumë edhe Jati. Jati djalit më ka ndihmuar shumë, ja ka shpjeguar në mënyrën e duhur, domethënë djali im është shumë i fortë, ai më jep kurajë, sa herë që vjen tek unë, thot mami do ja dalësh, mama bëhe fort, sepse unë kur heq shamin që i tregom, domethënë si që jam pa flok tani, thot mami, ha, sot do rritem flokët. Domethënë ai më jep shumë kurajë. Gjithashtu ke pasur shumë video motivuese dhe mbështetje nga personazh publik. Si erdhën këto mesazhe mbështetje? Erdhën nëpërmjet një shoku tim që përshëndes, edhe kushëririn tim që bëjnë, domethënë, duan të më shikojnë të lumtur. Edhe falenderoj shumë edhe VIP-at për videot motivuese që më kanë dhënë. Janë forcë për mua. Realisht kur shikoj videot e tilla është forcë. Edhe shumë faleminderit. Nga cili personazh publik do doje një mesazh mbështetjeje? Oh, çfarë pyetje. Nuk e di. Për mua janë gjithë njësoj. Por kam një pikë të dobët, Dafina Zeqiri. Rovena, faleminderit që po e ndan këtë eksperiencë me ne. Faleminderit juve për mundësinë që më dha.